Dalim tani të bëjmë edhe punë të përgjigjemi edhe tek njerëzit që kanë thonë që ndodh me këtë. Shumë bukur thotë, por pse s'ke unaza? Përthojt më tha shumë bukur, faleminderit Rob. Pse s'kam unaza? Nuk më bleu burr unazë. E shikoni tani ç'të keqe kam unë. E shikoni apo se shikoni? Se po tallen tani. Më bleu unaza edhe për fejes, edhe për martes. Dy das ma bë, mos e pyesni. I donte të dyja atje që ta siguronte. Të më siguronte, po. Edhe mi bleu unazat që thoni. E keqja cila është, se unë nuk mbaj dot unaza. I kam aq i natë, sa unë i mbajta 2-3 muajt e parë. Pastaj ja isha dhe shtatzane, u frynë edhe gishtat, edhe nuk më bënin më unazat, edhe që atëre i hoqja. Pastaj kur u çryn gishtat, pas shtatzanisë, nuk i vura, pra se isha mësuar pa unaza, dhe i thash burrit nuk e ke problem të ri pa unaza. Të gjithë din jemi të martuar, mos ki merak, nuk them që jam e pa martuar. Edhe pastaj si ndodhi, ishte dhe Covid atëherë, që duhet të vinim gjithmonë në dorashka e kështu kur bënim punën në për restorante, kështu se neve punonim në restorant. Edhe burri ishte menaxher atëherë, nuk duhet të vinte doreza kur futej në kuzhinë njërin tjetrën, edhe thaj, edhe unë se mbaj dot unazën. Ilirje më të keqen i nai tash më, mos e mbaj dhe ti për të mos e mbaj unë. Që kështu as unaz burri nuk kemi unaza, të martuar jemi me letra, me dokumenta, me të gjitha. Vetëm që nuk i mbajmë unazat në dorë, se ku i kemi brenda në një sirtar atje, të dyja bashkë janë, nuk janë veçe, por në duar nuk i mbajmë dot o njerëz. Nuk e di, se di. Çfarë të bëjmë tani? Hajde, bëjmë thojë të bukur të paktën që të tregojmë që kemi thojë të bukur.